Në një vilë ku luksi heshte zërat e thjesht, një vajzë vështronte në heshtje çdo notë dhe çdo gjest. Para një publiku që qeshte me prejardhjen e saj, ajo pranoi një sfidë krijuar për ta poshtëruar. Por ajo që duhej të ishte një shaka u shndërrua në spektakël, ajo luajti sikur përkthente shpirtin në tingull. Atë natë, bota zbuloi se talenti nuk kërkon leje, thjesht imponon veten. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni, duke vazhduar. Qyteti i Tiranës kur nuk flet plotësisht. Edhe në agimet më të qeta, ka gjithmonë një pulsim të vazhdueshëm, sikur zemra e metropolit të rrite në ritmin e saj, indiferente ndaj lodhjes njerëzore. Në lagjen e bllokut, ku vilat ngrihen si kështjella privilegji, njëra prej këtyre rezidencave shkëlqente me një intensitet të veçantë atë natë të shtunë. Vila e Ardian Bashës ishte e njohur për organizimin e eventeve më ekskluzive të shoqërisë së lartë tiranase, dhe ajo gala bamirësie premtonte të ishte e paharrueshme. Lulieta Mala i mbërriti në vilë në orën 5 të pasdites, 3 orë para fillimit zyrtar të festës. Në moshën 34 vjeçare, ajo mbante mbi supe peshën e një jete të tërë kushtuar punës shtëpiake. Duart e saj, të kallojzuara dhe të shënuara nga koha, tregonin histori që goja e saj rrallë i ndante. Eve prej 6 vitesh, rriste e vetë me vajzën e saj Izabelën, një vajzë 9 vjeçare, sytë kafe të së cilës dukej se ruanin sekrete shumë të vjetra për moshën e saj. Atë pasdite, si në shumë raste të tjera të veçanta, Izabela shoqëronte nënën e saj. Vajza i njihte mirë protokollet e heshtura të asaj bote, të ecte nëpër korridore pa bërë zhurmë, të ndihmonte kur i kërkohej, të bëhej e padukshme kur ishte e nevojshme. Por kishte diçka te Izabela që sfidonte padukshmërinë. Ndoshta ishte mënyra se si vëzhgonte gjithçka me vëmendje thuajse studentore, ose mënyra se si gishtat e saj të hollë trokisnin melodi imagjinare në çdo sipërfaqe të afërt. Ardian Basha ishte një njeri që frymëzonte reagime ekstreme. Në moshën 42 vjeçare, kishte ndërtuar një perandori jo vetëm në biznes, por edhe në muzikë. Një gjeni që në fëmijëri zotëronte 17 instrumente me një mjeshtëri që kufizohej me të mbinatyrshmen. Pasuria e tij vinte si nga investimet strategjike, ashtu edhe nga performancat që mbushnin teatrot në mbar botën. I gjatë, me flokë të zinj gjithmonë të krejur në mënyrë të përsosur, me një qëndrim të drejtë dhe një vështrim depërtues, Ardiani e banonte atë hapësirë luksoze sikur të kishte lindur për të. Dhe në një farë mënyre, ashtu ishte. Biri një familjeje tradicionale tiranase, ai kur nuk kishte njohur kufizime financiare apo dyrë të mbyllura. Arroganca e Ardianit nuk ishte e llojit të zhurmshëm. Ishte delikate, e ngulitur në çdo gjest të llogaritur, në çdo buzëqeshje të matur, në mënyrën se si sytë e tij rrëshisnin mbi njerëzit e zakonshëm sikur të ishin pjesë e dekorit. Ai nuk kishte nevojë ta bërtiste superioritetin e tij, sepse ai ishte i ngulitur në çdo fije të qenies së tij. Dhe të gjithë rreth tij e ndjenin këtë, me ose pa vetdije. Ndërsa Lulieta organizonte tavolinat në sallonin kryesor duke kontrolluar çdo detaj të enëve prej porcelani dhe aranzhimeve me lule që kushtonin më shumë se paga e saj mujore, Izabela e ndiqte me një tabaka më të vogël, duke mbledhur gota që kishin nevojë për rregullime. Vajza vishte një uniformë të thjeshtë, blu të errët, të zgjedhur nga vetë nëna e saj që të kalonte pa u vënë re mes punonjësve të rritur. Limuzinat e para filluan të mbërrinin saktësisht në orën 8. Elita tiranase zbriste në kaskada pëllurash të shtrenjta, bijuteri që kapnin dhe shumë fishonin dritën e lambadarëve të kristal, parfume të importuara që linin gjurmë të padukshme nëpër korridore. Kishte biznesmen pronar konglomeratesh, politikan fytyrat e të cilëve zbukuronin gazetat, artistë të famshëm në galeritë ndërkombëtare dhe ajo kategori e veçantë njerëzish. Profesioni i vetëm i dukshëm i të cilëve ishte të frekuentonin evente dhe të fotografoheshin. Mes të ftuarve, spikaste Melisa Dervishi, një socialite 38 vjeçare, bukuria e patëmetës së cilës ishte rezultat i investimeve të konsiderueshme dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme. Melisa ushqente një obsesion të fshehur keq për Ardianin prej vitesh. Kishte provuar të gjitha strategjitë e afrimit që kreativiteti dhe burimet e saj lejonin, por muzikanti qëndronte i sjellshëm dhe i largët, gjë që vetëm sa ja intensifikonte interesin. Atë natë, ajo kishte mbërritur e vendosur duke veshur një fustan të kuq që kërkonte vëmendje dhe një vetbesim të ndërtuar mbi sukseset e mëparshme në pushtime të ngjashme. Darka u shërbye me saktësi ushtarake. 7 pjata, secila e shoqëruar me verën e duhur, ndërsa një kuartet harqesh luante diskretisht në sfond.
Bisedat rridhnin në tema të parashikueshme, udhëtime të fundit në Evropë, investime premtuese, thashetheme të sofistikuara për ata që mungonin. Luljeta dhe punonisit e tjerë rëshisnin mes tavolinave si hije efikase, duke siguruar që asnjë gotë të mos mbetej bosh për më shumë se 30 sekonda. Izabela qëndronte në anët e sallonit duke vëzhguar. Vajza kishte zakon të studionte njerëzit, jo me gjykim, por me kuriozitet të vërtetë. Shihte se si disa të ftuar shtrëngonin buzëqeshjet kur përshëndetnin rivalet, se si të tjerë shfaqnin bizhuteritë si parsmore, se si disa hanin pak por pinin shumë. Dhe shihte gjithashtu mikpritësin e saj, Ardian Bashën, duke mbretëruar mbi atë univers të vogël me natyrshmëri absolute. Pas ëmbëlsirës, erdhi momenti më i pritur i mbrëmjes. Dritat e sallonit u zbehen gradualisht derisa vetëm skena e improvizuar në skajin e ambientit mbeti e ndriçuar. Një heshtje plot pritshmëri pushtoi hapësirën. Pastaj Ardiani u shfaq duke ecur drejt qendrës së skenës me hapa të matur, duke marrë një ovacion që ai e pranoi me një lëvizje koke pothuajse modeste. Ajo që pasoi ishte një demonstrim virtuoziteti që justifikonte gjithë reputacionin e ndërtuar ndër vite. Ardiani filloi me harpën, duke nxjerrë nga instrumenti tinguj eterik që dukej se vinin nga një dimension tjetër. Çdo notë rrifte në tjetrën me përsosmëri matematikore dhe bukuri transcendentale. Të ftuarit mezi guxonin të merrnin frym, të hipnotizuar. Ishte atëherë që Izabela mori një sinjal diskret nga Juliani, koordinatori i punonjësve. Detyra e saj do të ishte të ndihmonte në ndërrimin e instrumenteve. Vajza ju afrua skenës me hapa të kujdesshëm, duke pritur. Kur Ardiani mbaroi me harpën, ajo ishte tashmë e pozicionuar, duke e marrë instrumentin me kujdes reverencial ndërsa përgatiste tjetrin, një piano me bish që tashmë priste, madhështore. Ardiani u ul në piano pa e parë vajzën që e ndihmoi. Për të, ajo ishte vetëm një punonjëse tjetër, e parëndësishme si mobilje. Gishtat e tij sulmuan tastierën me pasion të kontrolluar, duke ekzekutuar një pjesë të Chopinit me një interpretim që u shkuli lot disave prej të pranishmëve. Muzika nuk ishte vetëm teknikisht e përsosur, ishte emocionalisht shkatëruese. Pasuan violina, flauti, saksofoni. Në çdo kalim, Izabela ishte aty, duke parashikuar nevojat, duke lëvizur me efikasitet të heshtur. Disa të ftuar filluan ta vinin re vajzën, duke komentuar me përshpërima se sa e stërvitur ishte, kaq e re dhe tashmë kaq profesionale. Askush nuk e imagjinonte se pas atij ekzekutimi mekanik të detyrave fshihej një mendje që thithte çdo notë, çdo teknik, çdo nuancë të performancës. Luljeta vëzhgonte nga larg, e ndarë mes krenarisë për kompetencën e së bijës dhe një shtrëngim në gjoks që i vinte sa herë që Izabela i afrohej shumë asaj bote privilegjesh të parritshme. I njihte mirë rreziqet e të ëndërruarit shumë lart kur lind me pak. Ajo vetë e kishte paguar çmimin e ambicieve të frustruara. Më në fund, erdhi momenti që të gjithë e prisnin me pritshmëri të veçantë. Ardiani ju afrua violonçelit, instrumentit të tij të dominimit absolut, atij që e kishte bërë vërtet të famshëm. Heshtja që ra mbi sallon kishte një teksturë pothuajse fizike. Izabela e pozicionoi instrumentin me kujdes, duke rregulluar lartësinë siç e kishte parë Ardianin të bënte në raste të tjera. Muzikanti u ul, e vendosi violonçelin mes këmbëve, rregulloi harkun. Për një moment të pafund, vetëm mori frym. Pastaj, sulmoi telat. Tingulli që doli ishte i pamundur për t'u përshkruar siç duhet. Nuk ishin vetëm nota muzikore, ishte sikur Ardiani të kishte gjetur një mënyrë për të përkthyer emocionet e pastra në dridhje zanore. Pjesa e zgjedhur ishte një kompozim i tij, diçka që përziente teknikën klasike me inovacione të guximshme. Ishte melankolike dhe triumfuese njëkohësisht, fliste për humbje dhe fitore, për vetmi dhe lavdi. Disa njerëz qanë hapur. Të tjerë mbyllën sytë, të transportuar. Melisa Dervishi kafshoi buzën e poshtme, duke ndjerë diçka që e ngatëronte me dashuri, por ishte magjepsje e papërpunuar për atë demonstrim të fuqisë artistike. Edhe punonjësit ndaluan së lëvizuri, duke harruar përkohësisht detyrimet e tyre. Izabela, e ndalur pak metra nga skena, e ndjente çdo notë si një frekuencë elektrike që i përshkonte trupin. Gishtat e saj lëviznin pa dashje, duke pasqyruar lëvizjet e harkut të Ardianit. Frymëmarrja e saj sinkronizohej me frazat muzikore. Në atë moment, ajo nuk ishte një vajzë 9 vjeçare, bija e një punonjëseje shtëpiake,
ishte ndërgjegje e pastër muzikore, duke kuptuar çdo zgjedhje, çdo intonacion, çdo rrezik që muzikanti merrte përsipër. Performanca zgjati 12 minuta që u dukën njëkohësisht të përjetshme dhe të çastit. Kur nota e fundit më në fund u shua në ajër, pati 3 sekonda heshtje absolute, sikur audienca të kishte nevojë të kthehej nga një udhëtim i largët. Pastaj, ovacioni shpërtheu me një intensitet pothuajse të dhunshëm. Njerëzit u ngritën në këmbë, bërtitën bravo, duartrokitën derisa u dhimbnin duar. Ardiani u ngrit, pranoi duartrokitjet me përulësinë e tij performuese, bëri një përkulje të llogaritur. Sytë e tij përshkuan audiencën duke shijuar adhurimin. Ishte ky momenti që e përcaktonte, që justifikonte çdo orë praktike obsesive, çdo sakrifisë shoqërore që kur nuk i ishte dashur ta bënte sepse kishte lindur i privilegjuar. Ishte atëherë që vështrimi i tij ndaloi te Izabela, ende e ndalur pranë skenës, një figurë e vogël me uniformë blu të errët. Për një sekond, diçka kaloi në fytyrën e Ardianit, një shprehje e vështirë për t'u deshifruar. Pastaj, pothuajse pa menduar, i udhëhequr nga një impuls që do të ishte e pamundur ta shpjegonte më vonë, ai ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Audienca gradualisht heshti, e intriguar. Ardiani drejtoi gishtin nga Izabela me një buzëqeshje që përpiqej të ishte shpotitse, por mbarte një mizori të pavetëdijshme. Njerëz, kjo vajzë këtu është bija e njërës prej punonjëseve të mia, filloi ai, zëri i tij i amplifikuar nga sistemi i zërit duke u përhapur në sallon. Disa të ftuar qeshën duke pritur një anekdotë. Le të bëjmë një bast interesant, vazhdoi Ardiani, duke u argëtuar dukshëm me idenë e tij. Nëse ajo arrin të luajë një këngë në këtë violonçel, unë martohem me nënën e saj. Audienca shpërtheu në të qeshura. Ishte lloji i humorit që ai rreth e vlerësonte, një shaka që përforconte hierarkitë ndërsa pretendonte se i thyente ato. Melisa qeshi më fort se të gjithë, tashmë duke imagjinuar se si do ta ritregonte anekdotën në drekat e ardhshme. Disa biznesmen goditën tavolinat duke vlerësuar guximin e provokimit. Lulieta, ende pranë tavolinave të shërbimit, ndjeu gjakun t'i ngri. E njihte vajzën e saj shumë mirë. E dinte që Izabela nuk do të tërhiqej, nuk do të friksoj, nuk do ta kuptonte atë si poshtërimin që Ardiani synonte t'i shkaktonte. Dhe e dinte gjithashtu me një siguri absolute që e tmerronte, saktësisht se çfarë do të ndodhte më pas. Izabela eci drejt violonçelit. Hapat e saj ishin të sigurt, pa hezitim. Nuk kishte sfidë në sytë e saj, as zemërim, madje as nervozizëm. Kishte vetëm një qetësi të çuditshme, sikur të ishte gati të bënte diçka absolutisht të natyrshme. Vajza ishte shumë e vogël për instrumentin e të rriturve, por e rregulloi qëndrimin e saj me lëvizje që tregonin familjaritet. Të qeshurat filluan të zvogëloheshin, të zëvendësuara nga kurioziteti. Disa të ftuar u përkulën përpara, të interesuar të shihnin se deri ku do të shkonte ajo farsë. Ardiani u largua disa hapa, me krahët e kryqëzuar, me një buzëqeshje të sigurt në fytyrë. Prisnin, në rastin më të mirë, disa gërvishtje disonante që do ta bënin shakan edhe më qesharake. Izabela mbylli sytë për një moment, mori frym thellë. Gishtat e saj të vegjël gjetën pozicione në tela sikur të kishin kujtesën e tyre. Harku u ul butësisht. Pastaj, ajo filloi të luante. Nota e parë doli e pastër, kristalore, e akorduar në mënyrë të përsosur. E dyta rodhi natyrshëm nga e para, me një kohë të patëmedhë. E treta zbuloi jo vetëm teknik, por edhe qëllim artistik. Në notën e katërt, i gjithë salloni e kuptoi se diçka e jashtëzakonshme po ndodhte. Izabela luante të njëjtën pjesë që Ardiani kishte ekzekutuar minuta më parë, atë kompozim kompleks që përziente traditën dhe inovacionin. Por nuk e kopjonte mekanikisht, e interpretonte me zërin e saj. Aty ku Ardiani ishte madhështor, ajo ishte intime. Aty ku ai kishte demonstruar fuqi, ajo zbulonte cenueshmëri. E njëjta muzikë, e parë përmes syve krejtësisht të ndryshëm, merrte kuptime të reja. Heshtja në sallon ishte tani e një mosbesimi të habitur. Melisa ndaloi së qeshuri, me gojën gjysmë të hapur. Një biznesmen rrëzoi gotën e verës pa e vënë re fare. Juliani, koordinatori, u mbështet në mur duke pasur nevojë për mbështetje. Dhe Ardian Basha, për herë të parë në dekada, ndjeu diçka që nuk mund ta emërtonte menjëherë sepse kur nuk e kishte përjetuar më parë, për ulësi e detyruar nga realiteti i pamohueshëm i një talenti që rivalizonte apo edhe e tejkalonte të tijin. Izabela luajti për 4 minuta.
Çdo sekond ishte një zbulim, çdo frazë muzikore një pamundësi e bërë reale. Ajo ishte shumë e vogël, shumë e re, shumë e varfër për atë gjë. Megjithatë, ja ku ishte, duke demonstruar një zotërim që mjeshtrat kalojnë një jetë të tërë duke u përpjekur ta arrijnë. Kur nota e fundit më në fund heshti, salloni mbeti pa zë për 5 sekonda të plota. Pastaj, si një digë që qahet, duartrokitjet shpërthyen me një intensitet që t'i kalonte edhe ovacionin që kishte marrë Ardiani. Njerëzit u ngritën në këmbë pa koordinim, disa duke qarë hapur, të tjerë duke qeshur nga shoku i pastër, të gjithë duke bërtitur bravo që vinin nga një vend më i thellë se edukata shoqërore. Izabela hapi syt, e uli harkun me kujdes dhe thjesht qëndroi aty, një figurë e vogël e rrethuar nga të rritur në këmbë që e ovaciononin. Nuk buzëqeshi, nuk bëri për ulje, nuk tregoi krenari. Thjesht priti, sikur ajo të ishte e natyrshme, sikur të luante violonçel në një gala bamirësie në moshën 9 vjeçare të ishte pjesë rutinë e jetës së saj. Ardiani mbeti i paralizuar, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte dëshmuar. Mendja e tij, e stërvitur për analizë muzikore, njite jo vetëm talent të papërpunuar, por vite studimi, praktik të disiplinuar, kuptim teorik të sofistikuar. Si? Nga ku? Pse? Pyetjet i vërshonin në ndërgjegje. Më në fund, duke e detyruar veten të rifitonte qetësinë, ai eci drejt qendrës së skenës. Zëri i tij, kur foli, tingëlloi i çuditshëm edhe për veshët e tij, i zhveshur nga besimi karakteristik. Premtimi është premtim, tha ai, fjalët duke u përhapur në sistemin e zërit. Unë do ta mbaj. Audienca shpërtheu përsëri, por tani reagimet ishin të përziera. Disa qeshnin, duke menduar se shaka vazhdonte. Të tjerë dukeshin vërtet të prekur, duke parë aty një histori drejtësie poetike. Melisa ndjeu diçka të rrezikshme të zjente në gjoksin e saj, një përzierje toksike xhelozie dhe zemërimi. Lulieta, ende pranë tavolinave, u mbështet në një karrige, me këmbët që i dridheshin. Shikonte vajzën e saj me një përzierje komplekse krenarie shkatëruese dhe frike paralizuese. E njihte mirë botën, e dinte se si trajtonte njerëzit që guxonin të shkëlqenin mbi pozicionin e tyre të caktuar. Dhe ja ku ishte Izabela, pa dashje duke sfiduar çdo rregull të pashkruar të asaj shoqërie të shtresëzuar. Festa vazhdoi për 2 orë të tjera, por atmosfera ishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Grupe formoheshin dhe shpërbëheshin, të gjithë duke diskutuar ngjarjen. Disa të ftuar u përpoqën t'i afroheshin Lulietës, duke i bërë pyetje të cilave ajo u përgjigjej me një fjalësh të sjellshëm. Të tjerë spekulonin se si ishte e mundur që një fëmijë i atyre rrethanave të zhvillonte një aftësi të tillë. Ardiani qarkullonte mes të ftuarve në pilot automatik, duke pranuar komplimente dhe duke ju përgjigjur komenteve pa dëgjuar vërtet asgjë. Mendja e tij ishte diku tjetër, duke përpunuar, duke rilogaritur, duke u përballur me të vërteta të pakëndshme për veten dhe botën që banonte. Kur të ftuarit e fundit më në fund u larguan, tashmë kishte kaluar mesnata. Ekipi i pastrimit filloi punën për të çmontuar festën, për të mbledhur dekorimet, për të ruajtur enët. Lulieta lëvizte mekanikisht, e raskapitur jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Izabelën e kishin çuar në një nga dhomat e punonjësve për të fjetur, më në fund duke ju dorëzuar lodhjes. Ardiani nuk shkoi në dhomat e tij. Mbeti në sallonin e zbrazët, i ulur në piano, duke luajtur fragmente melodish pa një qëllim të qartë. Juliani, duke mbikëqyrur pastrimin, e vëzhgonte nga larg, duke njohur të shefi i tij diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë, konfuzion të vërtetë. Rreth orës 2 të mëngjesit, kur pothuajse të gjithë ishin larguar, Ardiani më në fund u ngrit. Eci nëpër korridoret e heshtura të vilës derisa gjeti Lulietën në pjesën e pasme, duke palosur peshqir që do të laheshin të nesërmen. Ajo e vuri re praninë e tij, por nuk ndaloi së punuari menjëherë, duke mbaruar peshqirin që kishte në duar para se të kthehej. Kur më në fund e pa në sy, sytë e saj ishin të lodhur, por të vendosur, pa atë nderim që ai normalisht e gjente. Dua të kuptoj, filloi Ardiani, duke hequr dorë nga formalitetet. Si arriti vajza jote ta bënte atë? Unë jam profesionist prej 25 vitesh. Kam studiuar në konservatoret më të mirë të botës. Dhe rrallëherë kam dëgjuar dikë të luaj me atë pjekuri muzikore. Ajo është 9 vjeç. Si? Lulieta shkoi te një karrige aty pranë dhe u ul, një gjest që në rrethana të tjera do të ishte i guximshëm për një punonjëse përballë shefit. Por në atë moment diçka kishte ndryshuar mes tyre.
Ardiani mbeti në këmbë, duke pritur. Gruaja mori frym thellë dhe filloi të fliste. Zëri i saj ishte i ulët, por i vendosur, duke treguar një histori që e kishte ruajtur për vite. Foli për fëmijërinë e saj në Shkodër, për një baba muzikant orkestre që mezi fitonte për të mbajtur familjen, por jetonte për muzikën. Foli se si kishte mësuar të luante piano dhe violinë, se si kishte një talent të njohur nga mësuesit që parashikonin një të ardhme të shkëlqyer. Foli për ëndrrën për t'u bërë koncertiste, për të studiuar në konservator, për t'ia kushtuar jetën artit. Pastaj foli për realitetin që i ndërpreu këto ëndra. Vdekja e parakohshme e babait. Nevoja urgjente për të ndihmuar nënën e sëmurë. Zgjedhja mes ndjekjes së ëndrave dhe sigurimit të mbijetesës së familjes. Foli se si la studimet në moshën 16 vjeçare, se si erdhi në Tiranë për të punuar si punonjëse shtëpiake, se si njohu një njeri të mirë që i dha stabilitet dhe një vajzë. Dhe foli për Izabelën. Se si, që nga muajt e parë të jetës, vajza reagonte ndaj muzikës me një intensitet jo normal. Se si filloi të imitonte ritmet para se të ecte. Se si, në moshën 3 vjeçare, kur pa një piano në shtëpinë e punëdhënësve të vjetër, luajti një melodi të thjesht pa marrë kur mësim. Lulieta tregoi për sakrificat që bënte. Punonte 2 punë për të paguar mësime në një projekt komunitar në periferi. Kursente në gjithçka për të blerë instrumente të dorës së dytë. E mbante Izabelën në autobus për orë të tëra deri te mësuesit e gatshëm për të dhënë mësime të lira. Shikonte video në internet me vajzën, duke studiuar teknika që nuk mund t'ia paguante dikujt për t'ia mësuar. Kur nuk munda ta realizoj ëndrrën time, tha Lulieta, zëri më në fund duke ju thyer pak. Por nuk do të lejoja që e saja të vdiste vetëm sepse kemi lindur të varfër. Talenti nuk zgjedh djep, Zoti Basha. Por bota zgjedh se kush e meriton mundësinë për ta zhvilluar atë. Unë thjesht refuzova ta pranoja këtë zgjedhje. Ardiani dëgjoi gjithçka në heshtje. Kur Lulieta mbaroi, ai mbeti pa folur për një kohë të gjatë, duke përpunuar. Më në fund, pa thënë asgjë tjetër, tundi kokën shkurtimisht dhe u largua. Atë natë, muzikanti nuk mundi të flinte. Qëndroi zgjuar deri në agim, duke parë nga dritarja kopshtet e ndriçuara artificialisht. Për herë të parë pas shumë kohësh, pyeti veten për meritën, privilegjin, talentin dhe mundësinë. Pyeti veten për genialitetin e tij, nëse ishte i brendshëm apo thjesht produkt i të gjitha dyerve që kur nuk kishin qenë të mbyllura për të. Dhe mendoi për atë vajzë 9 vjeçare që, pavarësisht të gjitha dyerve të mbyllura, kishte gjetur të çara përmes të cilave muzika arritte. Dielli lindi mbi Tiranë duke e gjetur Ardian Bashën ende zgjuar, ende duke menduar, ende duke u përballur me të vërteta që jeta e tij e privilegjuar kur nuk e kishte detyruar t'i shite në sy. Dhe diku në atë vilë të madhe, Izabela flinte gjumin e thellë të dikujt që thjesht kishte bërë atë që donte, e pavetëdijshme se kishte tronditur themelet e botës së dikujt. Ditët që pasuan atë natë u shndërruan në një lloj mjegulle surreale për të gjithë të përfshirët. Lajmi për performancën e Izabelës u përhap në shoqërinë e lartë tiranase me një shpejtësi mbresëlënëse, i ushqyer nga videot që disa të ftuar kishin regjistruar diskretisht në celularët e tyre. Në rrjetet sociale të qarqeve të mbyllura, në drekat në klubet ekskluzive, në korridoret e kompanive, të gjithë flisnin për vajzën Gjeni që kishte poshtëruar, edhe pse pa dashje, një nga muzikantët më të mëdhenj të vendit. Ardiani u zgjua të hënën pasuese duke u ndjerë çuditërisht ndryshe. Për herë të parë në vite, nuk ishte absolutisht i sigurt për hapat e tij të ardhshëm. Premtimi që kishte bërë në publik, fillimisht një shaka mizore, tani rëndonte mbi të me forcën e një angazhimi real. Njerëzit e pozitës së tij nuk tërhiqeshin nga fjalët e dhëna para dëshmitarëve, veçanërisht kur ata dëshmitarë përfshinin gjysmën e elitës së biznesit të Tiranës. Por kishte diçka më shqetësuese se detyrimi social. Ardiani nuk mund të ndalonte së menduari për historinë që i kishte treguar Lulieta. Për atë grua që kishte hequr dorë nga ëndrat për të siguruar mbijetesën, që luftonte në heshtje për t'i dhënë së bijës mundësi që bota ja kishte mohuar. Kishte një dinjitet në atë luftë që ai, i mësuar me fitore të lehta, rrallë e gjente në rrethin e tij shoqëror. Gjatë mëngjesit, të shërbyer si gjithmonë nga punonjës të heshtur, Ardiani mori një vendim. Mori telefonin e brendshëm dhe i telefonoi Julianit. Dua të gjesh Lulietën dhe ta sjellësh në zyrën time në orën 10, tha ai, me zë më të butë se zakonisht. Dhe sigurohu që vajza e saj të jetë e kujdesur mirë ndërsa ne flasim.
Juliani hezitoi për një sekond, i habitur nga toni, por vetëm u përgjigj se do ta zbatonte urdhrin. Lulieta e mori mesazhin me ankth. Ditët e fundit ishte treguar veçanërisht diskrete, duke shmangur madje edhe të shikonte në drejtim të Ardianit në ato pak herë që e kishte parë në përvil. Kishte frikë se ai ishte penduar për premtimin se do ta pushonte nga puna për të shmangur situata të sikletshme. I duhej ajo punë. I duhej stabiliteti që ajo i ofronte. Kur hyri në zyrën e Ardianit në orën 10 saktësisht, e veshur me uniformën e saj të pastër pa të meta dhe me një qëndrim që përpiqej të transmetonte profesionalizëm, e gjeti muzikantin të ulur jo pas tryezës imponuese prej drurit të arës, por në një nga koltukët pranë dritares. Ai i bëri shenjë që të ulej në koltukun përballë. Nuk kam ardhur këtu për të pushuar nga puna, filloi Ardiani, duke vënë re frikën në sytë e saj. Kam ardhur për të mbajtur premtimin tim. Por para kësaj, dua të flasim si njerëz, jo si shef dhe punonjëse. Lulieta u ul në cep të koltukut, ende e tensionuar. Ardiani e vuri re dhe, me një gest befasues për veten e tij, u ngrit, shkoi te një dollap anësor dhe shërbeu 2 gota ujë, duke i ofruar njërin asaj. Veprimi i thjesht, ti shërbente diçka një punonjëseje, theu një pjesë të tensionit. Kam kaluar fundjavën duke menduar, vazhdoi Ardiani, duke u ulur përsëri. Për jetën time, për talentin, për meritën. Ti the diçka që nuk mund ta heq nga mendja, talenti nuk zgjedh diell. Unë jam 42 vjeç dhe ja kam kushtuar gjithë jetën muzikës. Gjithmonë kam besuar se genialiteti im ishte produkt i disiplinës dhe punës së palodhur. Dhe ishte, në fakt, por ishte gjithashtu produkt i të pasurit prindër që paguanin mësuesit më të mirë që kur isha 3 vjeç. I të mos pasurit nevoj kur të zgjidhja mes praktikimit të pianos dhe punës për të ngrënë. I dyrëve që hapeshin sepse mbiemri im i shkyqte para se unë të mbërrija. Ai bëri një pauzë, duke parë nga dritarja kopshtet e kuruara me përpikëri. Vajza jote ka diçka që mua mu deshën 20 vjet për ta zhvilluar. Dhe ajo e arriti këtë duke mbajtur instrumente të vjetra në autobus të mbushur plot, duke studiuar në një projekt komunitar, duke të pasur ty si mësuesen e vetme në momente të vjedhura nga lodhja. Kjo më bëri të kuptoj se ndoshta kur nuk kam qenë aq i veçantë sa besoja. Ndoshta thjesht kam qenë mjaftueshëm i privilegjuar për të zhvilluar plotësisht atë që shumë të tjerë gjithashtu e posedojnë, por kur nuk do të arrijnë ta kultivojnë. Lulieta dëgjonte në heshtje, pa ditur si të përgjigjej. Nuk e priste atë lloj bisede, atë cenueshmëri që vinte nga një njeri që gjithmonë ishte dukur i gdhendur në mermer të ftohtë. Dua ta mbaj premtimin tim, tha Ardiani. Më në fund. Por dua ta bëj siç duhet. Jo si një farsë shoqërore apo një shaka që doli jashtë kontrollit. Dua të njoh vërtet. Darko me mua sonte. Një restorant i mirë ku mund të flasim pa ndërprerje. Vetëm 2 njerëz që përpiqen të kuptojnë njëri tjetrin. Lulieta mbeti pa fjalë për disa sekonda. Propozimi ishte absurd në kaq shumë nivele sa mezi dinte nga t'ia fillonte përpunimin. Më në fund gjeti zërin e saj. Zoti Basha, me gjithë respektin, kjo nuk ka kuptim. Ne jemi nga botë krejtësisht të ndryshme. Ju bëtë një premtim në një moment impulsi. Nuk keni nevojë të ndiheni i detyruar ta mbani. Unë nuk do t'ju padis, nuk do ta përhap, nuk do të shkaktoj probleme. Mund ta harroni se ajo ndodhi. Nuk dua ta harroj, u përgjigj Ardiani me një vendosmëri befasuese. Dhe nuk ka të bëjë me detyrimin. Ka të bëjë me kuriozitetin e vërtetë. Ti ke jetuar një jetë që unë kur nuk do ta imagjinoja. Ke hequr dorë nga ëndrat në mënyra që kur nuk më është dashur t'i bëj. Ke rritur një gjeni muzikor praktikisht vetëm, me burime që mezi do të paguanin mëngjesin tim. Dua të kuptoj si. Dua të njoh personin e aftë për këtë. Kishte një sinqeritet në zërin e tij që më në fund depërtoi në mbrojtjet e Lulietës. Ajo e studioi për një moment të gjatë, duke kërkuar shenja manipulimi ose përbuzjeje, por gjeti vetëm interes të vërtet dhe, ndoshta, një prekje admirimi. Një darkë, tha ajo më në fund. Vetëm një. Për të biseduar. Por jo në një restorant luksos ku do të ndihem e ekspozuar. Diku thjesht, ku njerëzit normal han. Ardiani buzëqeshi për herë të parë në bisedë dhe Lulieta vuri re se si buzëqeshja ja transformoi fytyrën, duke zbutur linjat e arrogancës së zakonshme. Dakord. Ti zgjidh vendin.
Vitë të marë në orën 8. Ndërsa kjo bisedë zhvilloi në një pjesë tjetër të vilës, Izabela ishte në kuzhinë duke ndihmuar Marian, një nga kuzhinierët më të vjetra të shtëpisë. Vajzës gjithmonë i kishte pëlqyer të qëndronte aty, ku aroma e ushqimit që përgatitej krijonte një atmosferë mikpritëse shumë të ndryshme nga sallonet e ftohta dhe jo personale të pjesës tjetër të rezidencës. Maria ishte 63 vjeç dhe punonte për familjen Basha që para se të lindte Ardiani. Kishte njohur prindërit e tij, e kishte parë djalin të rritej, kishte dëshmuar transformimin e tij nga një fëmijë i turpshëm në një gjeni muzikor dhe pastaj në një të rritur të largët dhe arrogant. Kishte mendime të forta për gjithçka dhe nuk kishte frikë t'i shprehte, të paktën kur nuk kishte shefa të tjerë afër. E di që je bërë legjend, apo jo, tha Maria ndërsa grinte qepët. Të gjithë në shtëpi nuk flasin për gjë tjetër. Vajza që e futi zotin Ardian në xhep. Izabela, duke qëruar patate me kujdes, ngriti supet. Thjesht luajta muzikë, zonja Maria. Nuk e kuptoj pse është kaq e rëndësishme. Është e rëndësishme sepse tregove që mbreti është lakuriq, fëmijë. Zoti Ardian gjithmonë e ka menduar veten unik, të veçantë, të paprekshëm. Pastaj shfaqesh ti, e vogël, bia e një punoniseje, dhe luan po aq mirë sa ai. Edhe më mirë, thon disa. Kjo i trondit strukturat. Vajza ndaloi së qëruari dhe e pa kuzhinieren me ata sy shumë të vjetër për fytyrën e saj të re. Muzika nuk ka të bëjë me të qenit më i mirë se të tjerët, zonja Maria. Ka të bëjë me shprehjen e asaj që ke brenda. Kur luajta atë natë, nuk po garoja. Po bisedoja. Violonçeli fliste dhe unë përgjigjesha. Kaq e thjesht. Maria ndaloi se griri qepët dhe e pa Izabelën me një shprehje që përziente butësi dhe shqetësim. Ti je shumë e veçantë për këtë botë mizore, vogëlushe. Vetëm shpresoj që ajo të mos të thyej. Në shoqërinë e lartë tiranase, jehona e festës mori për masa që Ardiani nuk i kishte parashikuar. Melisa Dervishi, në veçanti, kishte reaguar ndaj ngjarjes me një furi të fshehur keq. Gjatë një dreke në klub me mikeshat, 2 prej tyre të pranishme në gala, tema dominonte bisedën. Është qesharake, tha Melisa, duke shpuar sallatën pa interes të vërtet për të ngrënë. Një punonjëse. Ai do të martohet me një punonjëse për shkak të një basti të dehur. Është e sikletshme për të gjithë ne. Elona, një nga mikeshat, gruaja e një biznesmeni me ndikim, u përpoq ta zbus. Ndoshta ai thjesht po tregohet gentleman. Të mbash premtimin nuk do të thotë se do të martohet vërtet. Mund të hanë një darkë dhe kaq. Ti nuk e pe mënyrën se si e shikoj ai pasi vajza luajti, ndërhyri Rezarta, e treta në grup. Kishte diçka aty. Kuriozitet, ndoshta. Ose më keq, admirim. Melisa e lëshoi pirunin në pjatë me një zhurmë që bëri njerëzit në tavolinat afër të kthenin kokën. Admirim për çfarë? Për faktin se ka lindur një fëmijë të talentuar? Për të qenit e varfër dhe elastike? Ju lutem. Ky është egzotizëm. Ardiani është mërzitur me gratë e rrethit të tij dhe gjeti një risi. Do t'i kaloj. Por kishte një pasiguri në zërin e saj që mikeshat e vunë re. Melisa kishte investuar vite duke u përpjekur të pushtonte Ardianin. Kishte organizuar takime të rastësishme, kishte financuar evente ku ai merrte pjesë, madje kishte sponsorizuar koncerte ku ai performonte. Gjithçka për të qenë në radarin e tij, për t'u parë si një partnere e përshtatshme. Dhe tani, një grua që as nuk i përkiste të njëjtit univers social kërcënonte gjithçka me një darkë të thjeshtë. Duhet të bëj diçka, murmuriti Melisa, më shumë për vete se sa për mikeshat. Atë natë, Lulieta u përgatit për darkën me një përzierje nervozizmi dhe vendosmërie. Nuk kishte shumë rroba përveç uniformave të punës dhe disa kompleteve të thjeshta për ditët e pushimit. Zgjodhi një fustan blu të errët diskret, i vetmi që kishte pak më formal, dhe këpucë të sheshta të rehatshme. U pa në pasqyrën e dhomës së vogël që ndante me Izabelën në pjesën e pasme të vilës dhe gati qeshi me absurditetin e situatës. Ja ku ishte, gati për të darkuar me një nga burrat më të pasur të Tiranës, e veshur me rroba të blera në një dyqan popullor me ulje. Izabela vëzhgonte nënën me kuriozitet. Je e bukur, mami. Jam qesharake, u përgjigj Lulieta, duke rregulluar flokët për të 10ën herë. Je nervoze sepse të pëlqen ai? Pyetja e drejtë për drejtë, kaq karakteristike për vajzën, e kapi Lulietën të papërgatitur.
Mos u bëj budallaqe. Mezi e njoh atë njeri. Dhe jemi nga botë krejtësisht të ndryshme. Atëherë pse je kaq nervoze? Lulieta u ul në krevat pranë së bijës. Sepse situata si kjo nuk u ndodhin njerëzve si ne, Izabela. Dhe kur ndodhin, zakonisht ka një kurth që pret. Kam mësuar të dyshoj në bujarinë e të pasurve. Gjithmonë ka një çmim. Ai nuk u duk i keq atë natë. Tha Izabela mendueshëm. U duk i habitur. Sikur të kishte zbuluar diçka të re për botën. Ti je shumë e re për të kuptuar, pshertiu Lulieta. Por premtoj të kem kujdes. Ardiani mbërriti saktësisht në orën 8, duke e ngar vet një makinë që, megjithse luksoze, ishte më diskrete se ato të zakonshmet e koleksionit të tij. Lulieta e vuri re gjestin dhe e vlerësoi konsideratën, edhe pse të vogël. Restoranti që ajo kishte zgjedhur ndodhej në komunën e Parisit, një lagje e shtresës së mesme me një përzierje të mirë kulturash dhe stilesh. Ishte italian, jo nga ato luksozet e bllokut, por nga ato familjaret ku ushqimi ishte i bollshëm dhe i ndershëm. Ardiani nuk kishte qenë kurrë aty, por sapo hyri e kuptoi menjëherë joshjen, autentik, mikpritës, pa pretendime. U ulën në një tavolinë në cep. Kamarieri, duke e njohur Ardianin edhe në një ambient të papritur, u habi dukshëm por ruajti profesionalizmin. Porositën verë të kuqe të thjeshtë dhe makarona tradicionale. Minutat e para u shënuan nga një heshtje paksa e sikletshme. Pastaj Ardiani, për habin e tij, filloi të fliste. Jo për muzikën apo biznesin, por për fëmijërinë e tij. Për presionin e të qenit gjeni, të duhej të përmbushje pritshmëritë që para se të mund të lidhje këpucët vetë. Për vetmin e të qenit gjithmonë i ndryshmi, i veçanti, i paprekshmi. Njerëzit mendojnë se të quajnë gjeni që në fëmijëri është një bekim, tha ai, duke rrotulluar gotën e verës mes gishtave. Por është edhe një burg. Ti kur nuk mund të jesh mediokër, kur nuk mund të dështosh, kur nuk mund të jesh thjesht njeri. Çdo performancë, çdo notë, çdo zgjedhje analizohet nën mikroskopin e pritshmërive të pamundura. Lulieta dëgjonte, sinqerisht e interesuar. Shihte për herë të parë njeriun pas fasadës së suksesit. Të paktën ti pate mundësinë të provoje, u përgjigj ajo butësisht. Unë as atë nuk e pata. Kur talenti shfaqet në një djep të varfër, ti nuk bëhesh gjeni në presion. Bëhesh një ndërrimtare jo praktike që duhet të zgjohet për realitetin. Ajo filloi pastaj të fliste për historinë e saj me më shumë detaje. Për baban muzikant orkestre që fitonte pak por jetonte intensivisht, që e kishte mësuar se muzika ishte një gjuhë universale e aftë të shprehte të pashprehshme. Për nënën robaqepse që punonte derisa duart i gjakoseshin për të siguruar që fëmijët të hanin. Për vendimin brutal për të lënë muzikën në moshën 16 vjeçare, kur babai ndroi jetë duke e lënë familjen në mjerim. A mund ta imagjinosh se çfarë do të thotë të kesh talent të vërtet, të jesh vërtet e mirë dhe të duhet ta ruash atë në një kuti sepse mbijetesa është më urgjente? Pyeti ajo, zëri i ngarkuar me emocion të përmbajtur. Për vite me radhë, shmanga edhe dëgjimin e muzikës sepse më dhimbte shumë. Ishte një kujtesë e vazhdueshme e asaj që mund të kisha qenë. Dhe çfarë ndryshoi? Pyeti Ardiani. Lindi Izabela. Dhe kur kuptova se ajo e kishte dhuntin, u betova se nuk do të lejoja që bota t'ia vinte atë siç ma vodhi mua. Edhe nëse kjo do të thoshte të punoja 3 punë. Edhe nëse do të thoshte të mos flija. Edhe nëse do të thoshte se unë kur nuk do të realizoja ëndrrën time, do të siguroja që ajo të mund të realizonte të sajën. Nëse do të ishit në vendin e Lulietës, a do të kishit bërë të njëjtat sakrifica për vajzën tuaj apo do të kishit ndjekur një rrugë tjetër? Na tregoni në komente. Darka zgjati për 3 orë. Biseduam për muzikën, për ëndrat e abortuara dhe të realizuara, për klasën shoqërore dhe muret e padukshme që ndajnë botën. Ardiani foli për zbrazëtinë e suksesit pa kuptim real. Lulieta për plotësinë e qëllimit edhe në kushte të vështira. Kur më në fund dolën nga restoranti, tashmë kishte kaluar ora 11. Ardiani këmbënguli ta çonte Lulietën prapa, por ajo i kërkoi ta linte disa bloqe larg vilës, duke mos dashur të ushqente thashë themet mes punonjësve. Para se të dilte nga makina, Lulieta u kthye nga ai. Faleminderit për darkën. Ishte ndryshe nga sa e prisja. Në kuptimin e mirë, ajo buzëqeshi, hera e parë që ai shihte një buzëqeshje të vërtet në fytyrën e saj. Po.
Në kuptimin e mirë. Ti je më njerëzor se sa dukesh. A mund të rrëfej diçka? Pyeti Ardiani. Sot ishte hera e parë në vite që kam pasur një bisedë të vërtet me dikë. Në botën time, njerëzit flasin shumë por thon pak. Performojnë gjatë gjithë kohës. Ti nuk performon. Je thjesht e vërtet. Varfëria ta mëson këtë, u përgjigj Luljeta. Nuk kemi energji për maska. Të mbijetosh është tashmë punë e mjaftueshme. A mund ta përsërisim? Darkën, dua të them. Jo për shkak të premtimit, por sepse do të doja të njihja më mirë. Luljeta hezitoi, por diçka në sinqeritetin e tij e bindi. Mundemi. Por ngadalë. Dhe me qartësi për atë se çfarë është kjo dhe çfarë nuk është. Në ditët në vijim, darkat u bën të rregullta. 2, ndonjëherë 3 herë në javë, Ardiani merrte Luljetën dhe shkonin në restorante të ndryshme, gjithmonë të zgjedhura nga ajo, gjithmonë të thjeshta dhe autentike. Bisedonin për orë të tëra për gjithçka dhe asgjë. Ai zbulonte perspektiva të botës krejtësisht të reja. Ajo zbulonte se pasuria nuk e imunizonte askënd nga vetmia apo pasiguria. Izabela, ndërkohë, filloi të kalonte më shumë kohë në vilë gjatë ditëve të pushimit të nënës. Maria, kuzhinierja, e kishte adoptuar vajzën si një projekt personal, duke e ushqyer me ushqime shtëpie dhe histori për familjen Basha. Dhe një pasdite të shtunë, ndodhi diçka e papritur. Ardiani ishte në dhomën e muzikës, duke praktikuar një kompozim të ri për një koncert të ardhshëm, kur dëgjoi tinguj pianoje që vinin nga një dhomë tjetër. Kurioz, ndoqi muzikën deri në një dhomë më të vogël ku mbante një piano vertikale, më pak të përdorur. Aty gjeti Izabelën, të ulur në stolin shumë të lartë për të, duke luajtur diçka që ai e njohu menjëherë, Chopin, Nocturne në mi bemol major, një nga pjesët më teknikisht kërkuese të kompozitorit. Vajza luante me sy të mbyllur, plotësisht e zhytur. Ardiani u mbështet në pragun e derës, duke vëzhguar. Nuk ishte vetëm teknika e përsosur që e impresiononte, por pjekuria interpretuese absurde për dikë 9 vjeç. Izabela e kuptonte melankolinë e Chopinit, nostalgjinë e tij, romantizmin e tij të dëshpëruar. Kur mbaroi, Ardiani duartrokiti butësisht. Izabela hapi syt, e trembur. Më falni, zoti Ardian. Nuk duhej të luaja pa kërkuar leje. Mund të luash kur të duash, u përgjigj ai, duke u afruar. Ku e ke mësuar Chopinin? Nëna ime më mësoi bazat. Pjesën tjetër e mësova duke parë video në internet dhe duke praktikuar në pianon e një projekti komunitar. Ardiani u ul pranë saj në stol. Prej sa kohësh luan kështu? Që 4 vjeç. Më parë nuk arrija dot pedalet siç duhet. Ai qeshi, një tingull i vërtet që i habiti të dy. Di të luash me 4 duar? Izabela tundi kokën në shenjë mohimi. Atëherë do të mësoj. Ja, kjo është pjesa jote. Do të luajmë bashkë. Ajo që filloi si një moment i rastësishëm u shndërrua në një praktikë të rregull. Ardiani zbuloi se të mësonte Izabelën ishte ndryshe nga të gjithë nxënësit që kishte pasur ndër vite. Vajza thithte një ori me një shpejtësi të frikshme, vinte në dyshim zgjedhjet artistike me një inteligjencë befasuese dhe sillte perspektiva që ai kur nuk i kishte konsideruar. Një pasdite, pas një seance veçanërisht intensive ku luajtën duete komplekse, Izabela bëri një pyetje që e kapi Ardianin të papërgatitur. Zoti Ardian, pse gjithmonë dukeni i trishtuar kur luani vetëm, por i lumtur kur luani me mua ose me njerëz të tjerë? Ai mbeti pa përgjigje për një moment, i përballur me një perceptim që as ai vet nuk e kishte pasur. Mendoj se sepse muzika ishte burgu im për shumë kohë. Ishte detyrim, performancë, provë e vazhdueshme vlere. Por kur luaj me ty, është thjesht gëzimi i të ndarit diçka të bukur. Është liri. Izabela e mendoi këtë. Nëna ime gjithmonë thotë se muzika është bisedë. Nuk mund të bisedosh vetëm për shumë kohë pa u çmendur. Nëna jote është e mençur. Ajo është gjithçka, tha Izabela thjesht. Ndërkohë, marrëdhënia mes Ardianit dhe Luljetës thelloi në mënyra që të dy përpiqeshin t'i mohonin, por nuk mund t'i injoronin më. Darkat evoluan në shëtitje në park, pastaj në pasdite në muze, pastaj në mëngjese të qeta të së dielës duke pirë kafe në pasticeri lagjeje. Një natë, pas një darke veçanërisht të mirë, po ecnin nëpër një rrugë me pemë në blok kur Ardiani ndaloi papritur.
E di që ndjej diçka për ty, apo jo? Lulieta vazhdoi të ecte për disa hapa para se të ndalonte gjithashtu duke psheretir. E di. Dhe unë gjithashtu ndjej diçka. Por kjo nuk e bën më të thjesht apo më të mençur. Pse duhet të jetë e thjesht apo e mençur? Pse nuk mund të jetë thjesht reale? Sepse reale, në rastin ton, vjen e shoqëruar me komplikime të pamundura. Unë jam punonisja jote. Ti je një nga burrat më të pasur të Tiranës. Jetojmë në universe paralele që nuk duhet të preken. Por po preken, këmbënguli Ardiani. Dhe e di çfarë kuptova? Të gjitha ato darka të mërzitshme me socialite, të gjitha ato biseda boshe për investime dhe udhëtime, kur nuk jam ndjer kaq i gjallë sa ndihem duke biseduar me ty për gjëra të thjeshta. Ti më bëre të kujtoj se ekziston një botë përtej fluskës sime të ardhë. Dhe më e rëndësishmja, më bëre të dua të jem një person më i mirë. Lulieta u kthye për ta parë në sy, syt i shkëlqenin nën dritën e shtyllave. Dhe ti më bëre të kujtoj se ëndrat nuk duhet të vdesin plotësisht. Se ndoshta ende ka vend për muzikë në jetën time, edhe pse ndryshe nga sa e imagjinoja. Por Ardian, duhet të jemi realistë. Bota jote do të na shkatërrojë nëse e provojmë këtë vërtet. Njerëzit si Melisa, si miqt e tu biznesmen, kur nuk do ta pranojnë. Do të më shohin si oportuniste, gjuetare pasurish. Dhe do të gjykojnë ty për përzierjen me një klasë më të ulët. Atëherë le të gjykojnë, tha Ardiani, duke i kapur duar. Kam kaluar gjithë jetën duke u shqetësuar shumë për opinionet e të tjerëve. Duke bërë atë që pritej, duke qenë ai që donin të isha. Për herë të parë, dua të bëj diçka thjesht sepse duket e drejtë, sepse më bën të lumtur, pavarësisht miratimit të askujt. Lulieta ndjeu lotët që kërcënonin të binin. Ti e thua këtë tani. Por kur realiteti të godas, kur shoqëria të filloj të bëj presion, kur të kuptojmë të gjitha dallimet që përpiqemi të injorojmë, do të pendohesh. Dhe unë do të vuaj, Izabela do të vuaj. Nuk mund ta rrezikoj këtë. Atëherë më jep një shans të të provoj se po flas seriozisht. Nuk po të kërkoj të besosh verbërisht. Por më jep kohë që të demonstroj se kjo nuk është një tek, nuk është kuriozitet egzotik, nuk është mërzia e një të pasurit të mërzitur. Është reale. Ata që ndruan aty, të ndalur në rrugën e heshtur, me duart e ndërthurura, dy botë që përplaseshin në dritën e zbeth të shtyllave urbane, të vetëdijshëm se hapat e ardhshëm do të përcaktonin gjithçka. Dhe diku në anën tjetër të qytetit, Melisa Dervishi bënte telefonata me njerëz me ndikim, duke mbjell farat e dyshimit, duke përgatitur terrenin për një luftë që ishte e vendosur ta fitonte. Jeta ishte gati të bëhej shumë më e komplikuar për të gjithë. Vendimi i Ardianit dhe Lulietës për ta çuar marrëdhënien e tyre përpara nuk vonoi të bënte jehon. Në një qytet si Tirana, ku elita formon një rrjet të mbyllur vëzhgimi të ndërsjell, sekretet janë mallra të rralla. Dhe ai në veçanti ishte shumë i vlefshëm për të mbetur i fshehur për shumë kohë. Plasja e parë publike erdhi gjatë një eventi bamirësie në Teatrin e Operas dhe Baletit, 3 javë pas asaj bisede në rrugën e Bllokut. Ardianin e kishin ftuar për një performancë solo, siç ndodhte gjithmonë në raste të rëndësishme. Por këtë herë kishte bërë diçka të paimagjinueshme, kishte ftuar Lulietën si shoqëruesen e tij zyrtare. Lajmi u përhap mes organizatorëve si zjarr në një pyll të thatë. Pati telefonata urgjente, mbledhje të improvizuara, debate të nxehta për protokollin. Si ta listonin në programe? Si ta prezantonin? Si të shmangnin sikletin social pa ofenduar Ardianin, pjesëmarrja e të cilit ishte pika kulmore e eventit? Në fund, zgjodhen zgjidhjen më frikacake, thjesht nuk i përmendën shoqëruesit në program, duke lënë që çdo i ftuar të vinte me këtë dëshironte, pa prezantime formale. Lulieta kaloi ditë të tëra duke u munduar se çfarë të vishte. Nuk kishte asgjë të përshtatshme për një gala në teatrin kombëtar. Ishte Izabela ajo që sugjeroi zgjidhjen, me thjeshtësinë karakteristike të një fëmie që ende nuk i kishte mësuar të gjitha kompleksitetet e klasës shoqërore. Mami, pse nuk i kërkon zonjes Vera diçka hua? Ajo ka atë atelien e qepjes dhe gjithmonë thotë se ti ke sy të mirë për rroba. Vera ishte një rrobaqepse në pension që jetonte në të njëjtën ndërtesë të thjeshtë ku Lulieta dhe Izabela kishin një apartament të vogël në ditët e pushimit. Një grua 70 vjeçare kishte punuar gjithë jetën duke veshur elitën, njihte çdo sekret të prerjes së përsosur dhe pëlhurës së duhur.
Kur Luljeta, e turpëruar, I shpjegoi situatën, Vera jo vetëm që I dha huaj një fustan, por këmbënguli ta rregullonte në mënyrë të përsosur. E dashura ime, tha zonja ndërsa I vinte kunja fundit të fustanit, ti do të shkosh në këtë event me kokën lart. Nuk I detyrohesh askujt asgjë. Mos harro, rroba është vetëm një copë e qepur. Ajo që ka rëndësi është kush është brenda saj. Në natën e eventit, kur Ardiani erdhi për të marrë Luljetën, mbeti për disa sekonda pa fjalë. Fustani jeshil smeraldi, I thjesht por elegant, I theksonte sytë dhe dinjitetin e saj natyral që asnjë veshje nuk mund ta krijonte apo shkatëronte. Ajo I kishte kapur flokët në një topuz të ulët, kishte një makijazh diskret dhe mbante një çantë të vogël të marrë hua nga Vera. Je e mrekullueshme, tha Ardiani, zëri I ngarkuar me sinqeritet që e bëri Luljetën të skuqej. Jam e tmerruar, u përgjigj ajo sinqerisht. Edhe unë, pranoi ai duke buzëqeshur. Por do të shkojmë bashkë. Mbërritja e tyre në teatrin e operas dhe baletit shkaktoi saktësisht impaktin që Ardiani priste dhe Luljeta I friksoi. Fotografët social, të pranishëm për të regjistruar mbërritjen e personaliteteve, mbetën për një moment të hutuar. Disa nuk e njohën Luljetën dhe supozuan se ishte një artiste ndërkombëtare. Të tjerë, më të lidhur me rrjetin e thashethemeve të elitës, e kuptuan menjëherë se kush ishte dhe filluan të fotografonin furishëm, duke ditur se ato imazhe do të vlenin flori. Brenda teatrit, reagimi ishte I përzier. Disa të ftuar shikonin me një kuriozitet të fshehur keq. Të tjerë shmangnin shikimin, të parehatshëm me thyrjen e protokollit social. Dhe një grup I vogël por I zëshëm, I udhëhequr nga Melisa Dervishi, mahnitse në një fustan të kuq firmato, vëzhgonte me një armiqësi të përmbajtur keq. Melisa ishte pozicionuar strategjikisht pranë hyrjes, e rrethuar nga një grup mikeshash po aq të veshura mirë dhe të armatosura me buzëqeshje të mprehta. Kur Ardiani dhe Luljeta kaluan, ajo e ngriti zërin aq sa për t'u dëgjuar. Sa interesante të shohësh se si njerëzit po I braktisin traditat. Kushto mund të hyjë kudo sot, me sa duket. Mikeshat qeshën, një tingull kristalor dhe helmues. Luljeta ndjeu Ardianin të tensionohej pranë saj, por ja shtrëngoi butësisht krahun, duke I sinjalizuar ta injoronte. Nuk ja vlente të jepte Melisës kënaqësinë e një reagimi. U ulën në një lozhë diskrete, jo në atë kryesoren që Ardiani zakonisht zinte. Një zgjedhje e qëllimshme e tij, duke u përpjekur të minimizonte ekspozimin e Luljetës. Por sigurisht të ishe diskret ishte e pamundur kur ishe Ardian Basha I shoqëruar nga një grua që të gjithë e dinin se ishte punonjëse shtëpiake. Gjatë aktit të parë, prezantimet të orkestrës simfonike që ekzekutonte pjesë klasike, Luljeta u relaksua gradualisht. Muzika gjithmonë e kishte pasur këtë fuqi mbi të, aftësinë për ta transportuar në një vend ku dallimet sociale nuk kishin rëndësi, ku ekzistonin vetëm bukuria dhe emocioni. Ardiani e vuri re transformimin, se si tensioni I rëshiste nga supet, se si frymëmarrja I sinkronizoi me ritmin e muzikës. Në pushim, në mënyrë të pashmangshme, erdhën ndërveprimet sociale. Njerëz që Ardiani I njihte prej vitesh Ju afruan, duke e përshëndetur me entuziazëm, ndërsa shikonin Luljetën me një përzierje kurioziteti dhe gjykimi. Disa ishin të sjellshëm, duke u prezantuar përzemërsisht. Të tjerë thjesht e injoruan, sikur të ishte e padukshme. Ishte gjatë një prej këtyre bisedave të sikletshme që Robert Fagu, një biznesmen me ndikim dhe mik I vjetër I Ardianit, e tërhoqi mënjan me pretekstin e diskutimit të biznesit. Ardian, duhet të jemi sinqert me ty, filloi Roberti, me zë të ulët por të vendosur. Ajo që po bën nuk është e matur. E kuptoj tërheqjen ndaj egzotikes, të gjithë kemi kuriozitetet tona. Por ta sjellësh atë këtu, publikisht, po dërgon mesazhin e gabuar. Njerëzit po flasin. Le të flasin, u përgjigj Ardiani, duke u përpjekur të mbante një ton të lehtë, por duke ndier një irritim në rritje. Nuk është kaq e thjeshtë. Ti ke një pozitë, një reputacion. Kontratat varen nga imazhi që projekton. Investitorët, sponsorët e koncerteve, ata presin një lloj të caktuar sjelljeje. Dhe sinqerisht, një romancë me një punonjëse shtëpiake nuk përshtatet në këtë profil. Luljeta nuk është punonjëse shtëpiake, e korrigjoi Ardiani, zëri duke Ju ashpërsuar. Ajo është një grua e jashtëzakonshme që punon me ndershmëri për të mbajtur një vajzë të talentuar. Dhe sinqerisht, Robert mendoi se duhet të rivlerësoj se kush janë miqtë e mi të vërtetë. Roberti pshërtiu duke tundur kokën. Po bën një gabim.
por e shoh që nuk do të më dëgjosh. Vetëm shpresoj që, kur ta kuptosh, të mos jetë tepër vonë. Ardiani u kthye pranë Lulietës, e cila e vuri re menjëherë tensionin e tij. Çfarë ndodhi? Asgjë e rëndësishme, gënjeu ai. Le të kthehemi në vendet tona. Pjesa e dytë do të fillojë. Pjesa e dytë e eventit ishte prezantimi i Ardianit. Ai do të ngjitej në skenën e teatrit kombëtar, një nga teatrot më prestigjioz të rajonit, dhe do të luante 3 pjesë, një në piano, një në violinë dhe më në fund triumfin e tij në violonçel. Kur dritat u fikën dhe një projektor ndriçoi skenën e zbrazët, publiku heshti në pritje. Ardiani u shfaq nga ana, duke ecur drejt pianos me bishtë që priste, e lustruar dhe e përsosur si një xhevahir i zi. U ul, rregulloi pozicionin, mori frym thellë. Pastaj filloi. Pjesa ishte Rapsodia blu e Gershin, një zgjedhje e guximshme që përziente jazzin dhe klasikën, duke kërkuar jo vetëm teknik, por edhe shpirt. Ardiani luajti sikur të ishte vetëm, duke harruar audiencën, kritikët, pritshmëritë. Luajti për Lulietën, edhe pse ajo nuk e dinte këtë. Çdo notë ishte një deklaratë, çdo frazë muzikore një rrëfim i asaj që nuk mund ta shprehte me fjalë. Lulieta, duke parë nga losha, ndjeu lotët t'i rrëshisnin në heshtje nëpër fytyrë. E njihte atë që po bënte Ardiani, mesazhin e koduar në muzikë. Dhe për herë të parë i lejoi vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, kjo mund të funksiononte. Pas pianos erdhi violina. Ardiani ekzekutoi meditimin e masenet me delikatesën e një tet të mbret që pret më ndafsh. Violina qante dhe këndonte në gishtat e tij, duke u shkëputur pëshertima audiencës. Më në fund, violonçeli. Instrumenti i tij i zgjedhur, zgjatimi i tij fizik, zëri i tij i vërtetë. Ardiani u ul, e vendosi instrumentin dhe këtë herë nuk i mbylli sy. I mbajti hapur, të fiksuar në loshën ku Lulieta shikonte. Dhe luajti. Pjesa ishte një kompozim i tij, diçka që e kishte punuar Fsheurazi javët e fundit. E titulloi mendërisht Takimi, edhe pse nuk do ta ndante emrin me askën. Muzika fliste për 2 botë të ndara që gjenin një orë, për bariera që shembeshin, për dashuri të pamundur që lulëzonte kundër të gjitha gjasave. I gjithë teatri e ndjeu intensitetin, cenueshmërinë e papërpunuar që Ardiani rrallë e lejonte në performancat publike. Kur nota e fundit më në fund u shpërb në ajër, pati një moment heshtjeje absolute para se ovacioni të shpërthente me një forcë që bënte ndërtesën shekullore të dridhej. Por jo të gjitha reagimet ishin të admirimit. Melisa Dervishi, duke parë nga plateja kryesore, ndjeu një furi të rritej si një baticë toksike. E njihte atë muzikë për atë që ishte, një deklaratë publike ndjenjash. Ardiani po i shpallte botës në mënyrën e vetme që dinte se ajo grua do të thoshte diçka reale për të. Pas eventit, pati një pritje në hollin e teatrit. Shampanjë franceze, kanape të sofistikuara, biseda me volum të edukuar. Lulieta u ndje plotësisht jashtë vendit, por ruajti një qetësi të admirueshme. Ardiani nuk e linte vetëm për më shumë se pak sekonda, gjithmonë duke u kthyer me një pije ose thjesht me praninë e tij mbrojtëse. Ishte gjatë një prej këtyre momenteve, kur Ardianin e kishte ndaluar një sponsor i rëndësishëm që kërkonte vëmendje, që Melisa më në fund gjeti mundësinë. Ju afrua Lulietës me një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Lulieta, apo jo? Kënaqësi që më në fund të njoh siç duhet. Lulieta u kthye, duke e njohur menjëherë gruan me fustan të kuq dhe me qëllime ndoshta më të këqija. Kënaqësia është e imja, u përgjigj me edukat, por pa ngrohtësi. Duhet të ndihesh si hirushja, vazhdoi Melisa, zëri i ëmbëlsuar me helm. Duke dalë nga kuzhina direkt në ballo. Shumë romantike. Nëse synoni të më ofendoni, mund të jeni më e drejtë për drejtë, tha Lulieta qetësisht. Do të kursenim kohën e të dyjave. Melisa puliti syt, e habitur nga rezistenca. Prisnin frikësim, jo konfrontim. Nuk po ofendoj. Thjesht po vëzhgoj realitetin. E di që kjo nuk do të zgjas, apo jo? Ardiani është i mërzitur, po kërkon risi. Ti je një projekt interesant, një kauzë sociale që e bën të ndihet fisnik. Por kur risja të kaloj, kur të kuptoj të gjitha papajtueshmëritë, ai do të kthehet në botën e tij. Dhe ti do të mbetesh me zemër të thyer dhe reputacion të shkatëruar. Faleminderit për shqetësimin, u përgjigj Lulieta, zëri i ngarkuar me ironi. Por unë mund të kujdesem për zemrën dhe reputacionin tim.
Vërtet mundesh, pyeti Melisa, duke u përkullur më afër. Sepse unë tashmë kam filluar të përhap disa informacione interesante. Për mënyrën se si e përdore vajzën për të manipuluar Ardianin. Si e planifikove atë performancë në fes. Si e qartësisht një gjuetare pasurish duke përdorur talentin e fëmijës si karem. Dhe e di cila është pjesa më e mirë? Njerëzit duan ta besojnë. Sepse alternativa që Ardiani të interesohet sinqerisht për dikë si ti është shumë shqetësuese për ta që ta pranojnë. Lulieta ndjeu një të ftohtë në shpinë, por ruajti një shprehje neutrale. Bëj çfarë të duash. E vërteta eventualisht del në shesh. E vërteta, qeshi Melisa hidhur. E dashur, e vërteta është një konstrukt social. Dhe në këtë botë, unë kam shumë më tepër fuqi konstruksioni se ti. Para se Lulieta të mund të përgjigjej, Ardiani u kthye, duke e vënë re menjëherë tensionin. Melisa, gjithmonë kënaqësi, tha ai thatë. Nëse na lejoni, duhet të shkojmë. Sigurisht, u përgjigj Melisa me një buzëqeshje fitimtare. Ishte kënaqësi të bisedonim, Lulieta. Jam e sigurt se do të shihemi përsëri së shpejti. Në makinë, duke u kthyer për të lënë Lulietën në shtëpi, Ardiani vuri re heshtjen e saj. Çfarë tha Melisa? Lulieta hezitoi, pastaj vendosi për sinqeritetin. Se po përhap thashe theme për mua. Se jam manipulatore duke përdorur Izabelën për t'u afruar me ty se nuk do të zgjas. Ardiani goditi timonin me dorë, i frustruar. Ajo nuk ka asnjë fuqi. Janë vetëm fjalë boshe të një gruaje të hidhëruar. Fjalët kanë fuqi, Ardian. Veçanërisht në këtë botë. Dhe ajo ka të drejtë për një gjë, njerëzit duan ta besojnë këtë version. Është më komode se sa të pranojnë se ndoshta, vetëm ndoshta, ti sinqerisht interesohesh për dikë jashtë rrethit të tyre. Atëherë do t'u provojmë se e kanë gabim. Vazhdojmë, tregojmë se është reale, se nuk na interesojnë opinionet. Lulieta pa nga dritarja dritat e qytetit që kalonin. Po Izabela? Si ta mbrojmë atë nga e gjithë kjo? Sepse nëse thashe themet fillojnë ta prekin, nëse fëmijët e tjerë fillojnë ta ngacmojnë në shkollë, nëse mësuesit fillojnë ta gjykojnë për shkak të nënës, si do ta përballojmë këtë? Ardiani nuk kishte përgjigje. Për herë të parë, përballej me pasoja reale që shkonin përtej rehatis apo reputacionit të tij. Në ditët në vijim, parashikimet e Melisës filluan të konkretizoheshin. Artikuj në rubrikat sociale, gjithmonë pa përmendur emra drejt për drejt, por me detaje të mjaftueshme për identifikim të qartë, filluan të qarkullonin. Një blog me ndikim i thashethemeve të elitës publikoi një tekst që spekulonte për një muzikant të famshëm dhe një romancë të papërshtatshme me një punonjëse. Komentet shpërthyen, të ndara mes romantikëve që adhuronin historinë e Hirushes dhe skeptikëve që shihnin vetëm oportunizëm. Izabela filloi të vinte re ndryshime në mënyrën se si trajtohej. Në shkollë, disa fëmijë, bijtë të familjeve që ndiqnin thashethemet e elitës, filluan t'i bënin pyetje të sikletshme. Mësuesit e shikonin me një përzierje kurioziteti dhe keqardhjeje. Drejtoresha e thiri Lulietën për një bisedë të pakëndshme nëse do të ishte e përshtatshme që Izabela të vazhdonte aty, duke pasur parasysh nivelin e shpërqendrimit që situata familjare po shkaktonte. Lulieta u kthye nga ajo mbledhje e shkatëruar. Për herë të parë, mendoi seriozisht t'i jepte fund gjithçkaje me Ardianin, për të mbrojtur të bien nga stuhia që sapo kishte filluar. Ishte Maria, kuzhinierja e mençur, ajo që ofroi një perspektivë të ndryshme. Të dyja bisedonin në kuzhinën e vilës, Lulieta me sy të kuq nga të qarat. E di cili është problemi yt, tha Maria, duke prerë perime me lëvizje të sakta të lindura nga dekada praktike. Ti po supozon se lumturia e Izabelës varet nga fakti që ajo të mos përballet me vështirësi. Por një fëmijë i fortë nuk lind nga një jetë e lehtë. Lind nga prindër që përballen me stuhi dhe tregojnë se si të lundrosh në to. Por ajo është kaq e re, Maria. Nuk duhet të merret me këtë. Askush nuk duhet. Por bota reale nuk pyet nëse jemi gati para se të na hedh sfida. Ti vet e ke mësuar këtë herët. Dhe shiko çfarë gruaje e. Mrekullueshme je bër. Vërtet mendon se Izabela është më pak e fortë se ti? Lulieta i përthithi fjalët, duke gjetur në to një të vërtetë që nuk donte, por duhej ta pranonte. Ndërkohë, Ardiani përballej me betejat e tij.
Robert Fagu caktoi një drekë urgjente, këtë herë i shoqëruar nga 2 biznesmen të tjerë me ndikim që ishin pjesë e bordit të një fondacioni që sponsorizonte koncertet ndërkombëtare të Ardianit. Biseda ishte e drejtpërdrejtë dhe brutale. I shpjeguan se, duke pasur parasysh rrethanat, do të ishte më mirë që Ardiani të konsideronte të largohej nga angazhimet publike derisa situata të stabilizohej. Nuk ishte saktësisht një anulim, theksuan ata, por një sugjerim i rekomanduar fort. Imazhi i fondacionit ishte në lojë, nuk donin të asocioheshin me një skandal. Ardiani dëgjoi gjithçka në një heshtje në rritje. Kur mbaruan, ai vendosi pecetën mbi pjatën ende plot, u ngrit qetësisht dhe tha vetëm, jap dorëheqjen nga bordi, me efekt të menjëhershëm. Dhe mund t'i konsideroni të gjitha angazhimet e mia të ardhshme me fondacionin të anuluara. Me zgjedhjen time, jo tuajën. U largua nga restoranti para se ata të mund të përgjigjeshin, duke ndjerë një përzierje të çuditshme lirje dhe tmerri. Për herë të parë në jetë, kishte zgjedhur parimet mbi pragmatizmin, zemrën mbi karrierën. Nuk e dinte nëse ishte i guximshëm apo thjesht budalla. Atë natë, Ardiani shkoi në apartamentin e vogël ku jetonin Lulieta dhe Izabela në ditët e pushimit. Ishte hera e parë që ai shihte se ku jetonin vërtet. Ndërtesa ishte e vjetër por e mirëmbajtur në një lagje punëtore. Apartamenti kishte një dhomë, një sallon të vogël, një kuzhinë që mezi nxinte 2 persona dhe një banjo me pllaka të çara. Izabela hapi derën, e habitur. Zoti Ardian. Nuk ju prisnim këtu. Duhet të flas me nënën tënde. Lulieta u shfaq, po aq e habitur dhe paksa e sikletosur nga ekspozimi i realitetit të saj kaq të papërpunuar. Ardian, çfarë po bën këtu? Ai hyri, pa përreth, duke parë instrumentet muzikore të dorës së dytë të rregulluara me kujdes në një cep, partitura të grumbulluara, një jetë e ndërtuar me kaq pak por me kaq shumë dinitet. Dha dorëheqjen nga fondacioni sot. Humba kontrata të rëndësishme. Reputacioni im po vihet në dyshim. Dhe e di çfarë kuptova? Nuk më intereson. Për herë të parë, vërtet nuk më intereson. Lulieta e dërgoi Izabelën në dhomë, pastaj u kthye nga Ardiani. Duhet të të interesoj. Kjo është jeta jote, karriera jote. Jo. Ajo ishte një burg i art. Kjo, ti, Izabela, për herë të parë ndjej se po jetoj vërtet. Dhe nuk do të heq dorë sepse njerëz të hidhëruar vendosin të gjykojnë. Lulieta u ul në divanin e vogël, e raskapitur. Ardian, të jemi realist. Po shkaktojmë dëme në jetën e njëri tjetrit. Izabela po preket. Ti po humbet mundësi. Ndoshta Melisa ka të drejtë. Ndoshta kjo është e paqëndrueshme. Ardiani u ul pranë saj duke i kapur duart. Ose ndoshta, për herë të parë, të dy po luftojmë për diçka që ja vlen. Lulieta, të dua. E di që është shpejt, e di që është e komplikuar, e di që të gjithë thonë se është e pamundur. Por të dua. Dhe e dua Izabelën. Dhe dua të ndërtoj një jetë me ju, jo pavarësisht vështirësive, por sepse ja vlen ti përballosh ato. Lulieta e pa atë burr që muaj më parë ishte vetëm një shef i largët, tani i cenueshëm dhe i sinqert para saj. Edhe unë të dua, përshpëriti më në fund. Dhe kjo më tmerron. Ata ulën aty për një kohë të gjatë, me duart e ndërthurura, dy botë ende duke u përpjekur të gjenin një mënyrë për të bashkëjetuar, të vetëdijshëm se betejë më të mëdha ende do të vinin. Por për herë të parë vërtet të përkushtuar për t'i përballuar ato së bashku. Nga dhoma, Izabela dëgjonte, duke i buzëqeshur vetes. Një fëmijë shumë i mençur për moshën e saj, e dinte se dashuria e vërtet rrallë vjen lehtë. Por e dinte gjithashtu me një siguri që vetëm të rinjt ende e posedojnë, se ja vlente të luftoje. Stuhia sapo kishte filluar, por themeli më në fund ishte i fortë. Javët në vijim testuan rezistencën e të gjithëve në mënyra që asnjëri prej tyre nuk mund t'i kishte parashikuar. Ardiani, i mësuar të merrte vetëm miratim dhe admirim, përballej për herë të parë në jetë me pasoja reale të zgjedhjeve të tij. Kontratat u anuluan, ftesat për evente të rëndësishme pushuan, dhe disa nga ata që i quante miq thjesht u zhdukën, duke shmangur shoqërimin me skandalin. Por diçka befasuese po ndodhte gjithashtu. Për herë të parë, Ardiani ndihej vërtet i lirë. Pa detyrime shoqërore të vazhdueshme, pa nevojën për të mbajtur një fasadë të patëmet, zbulonte kënaqësi në gjëra të thjeshta që kurrë nuk i kishte provuar. Të diellat në pazar me Lulietën dhe Izabelën.
Pas dite duke dhënë mësim muzike në projektin komunitar ku kishte studiuar Izabela. Ned duke luajtur kitar në një bar të vogël në blok, vetëm për argëtim, pa një audiencë kërkuese apo kritik që gjykonin çdo noll. Lulieta, nga ana e saj, përballej me presione të ndryshme, por po aq intensive. Drejtoresha e shkollës së Izabelës e kishte bërë të qartë pozicionin e saj. Vajza ishte e mirëpritur, por do të ishte më mirë nëse nëna mbante një profil të ulët, shmangte paraqitjen në eventet shkollore, nuk shkaktonte më shpërqendrim. Mesazhi subliminal ishte i qartë, prania e saj tolerohej, jo festohej. Por ishte në një bisedë me vetë Izabelën që Lulieta gjeti forcë të papritur. Një natë, pasi vajza u kthye nga shkolla dukshëm e mërzitur nga komentet dashakeqe të shokëve, nëna dhe bija u ulën në kuzhinën e vogël për të biseduar. Mami, pyeti Izabela, me zëmë të pjekur se ç'duhej të ishte për 9 vjeç, po mendon t'i japësh fund me zotin Ardian për shkakun tim? Lulieta nuk mundi t'i gënjente ata sy depërtues. Po e konsideroj. Nuk dua që ti të vuash për zgjedhjet e mia. Izabela qëndroi në heshtje për një moment, pastaj foli me një bindje që e habiti Lulietën. Të kujtohet kur më the se muzika ka të bëjë me shprehjen e së vërtetës, edhe kur e vërteta është e vështirë? Se nuk mund të luajmë me frikën e gjykimit, ose tingulli deli rem? Më kujtohet. Atëherë pse jeta jote duhet të jetë ndryshe? Ti e do Ardianin. Ai të do ty, kjo është e vërtetë. Pse të lejosh njerëzit e këqij ta bëjnë këtë të rreme? Lulieta e përqafoi të bijën, lotët duke i rrjedhur në heshtje. Kur u bëre kaq e mençur? Gjithmonë kam qenë, u përgjigj Izabela me një buzëqeshje djallëzore. Ti thjesht po e kupton tani. Ndërkohë, Melisa nuk kishte hequr dorë nga fushata e saj. Përkundrazi, i kishte intensifikuar përpjekjet. Përdori gjithë ndikimin e disponueshëm për t'i mbyllur dyert Ardianit, për të përhapur thashë theme gjithnjë e më helmuese, për të izoluar çiftin shoqërisht. Por po fillonte të kuptonte se diçka nuk po funksiononte siç ishte planifikuar. Ardiani nuk dukej i shkatëruar nga humbja e statusit. Dukej, çuditërisht, më i lumtur. Dhe Lulieta, në vend që të tkurej në presion, mbante një dinitet që e irritonte thellësisht Melisën. Ishte si të përpiqeshe të shkatërroje njerëz që tashmë kishin mbijetuar stuj shumë më të këqija. Ishte Robert Fagu ai që më në fund e konfrontoi Melisën. Të dy u takuan në një event ku Ardiani i dukshëm nuk ishte i pranishëm, dhe Roberti, i cili kishte vëzhguar gjithçka të shpalosej me një siklet në rritje, e tërhoqi Melisën për një bisedë private. Duhet të ndalosh me këtë, tha ai pa rode. Të ndaloj me çfarë? U përgjigj Melisa, duke u shtirur e pafajshme. E di saktësisht. Fushata kundër Ardianit dhe Lulietës. Thashë themet, sabotimi profesional, gjithçka. Po shkon shumë larg. Pse të intereson? Mendoja se edhe ti e dezaprovoje marrëdhënien e tyre. Të dezaprovosh dhe të përpiqesh të shkatërosh janë gjëra të ndryshme. Dhe e di çfarë kuptova duke vëzhguar gjithçka? Ardiani është sinqerisht i lumtur. Për herë të parë që e njoh, duket vërtet i gjallë, jo thjesht duke performuar një jetë. Dhe ne, të gjithë ne, po përpiqemi t'ja heqim këtë sepse bën që marrëdhëniet tona boshe të duken edhe më patetike në krahasim. Fjalët e goditën Melisën si një shupllak. Ajo u largua, duke refuzuar të njihte të vërtetën aty. Por fara e dyshimit ishte mbjellë. Atë natë, vetëm në vilën e saj të dekoruar në mënyrë të përsosur por të zbrazët, Melisa u përball me pyetje të pakëndshme. Pse ishte kaq e fiksuar të shkatëronte lumturinë e Ardianit? A ishte vërtet për të mbrojtur rendin shoqëror, apo për të mos duruar të shite dik të gjente dashurinë e vërtet që ajo vetë kur nuk e kishte provuar? Kthesa erdhi në një mënyrë krejtësisht të papritur. 3 muaj pas natës në teatrin kombëtar, Ardiani mori një telefonat nga një producente kulturore e pavarur e quajtur Mariana Kodra. Ajo po organizonte një festival muzikor që do të celebronte artistë nga prejardhje të ndryshme shoqërore, duke thyer barrierat mes muzikës erudite dhe popullore, mes elitës dhe periferisë. Duam që ju të performoni, tha Mariana. Por jo vetëm. Duam që ju të luani me muzikantë nga projekte komunitare, me artistë rruge, me njerëz që normalisht kur nuk do të ngjiteshin në të njëjtën skenë me ju. Dhe kemi dëgjuar për një vajzë gjeni, bien e të dashurës suaj. Do të donim që edhe ajo të merrte pjesë. Ardiani ndjeu një entuziazëm që nuk e kishte provuar prej muajsh.
kjo ishte saktësisht e kundërta e gjithçkaje që kishte bërë më parë. Nuk do të ishte një performancë solo nën projektor, por një bashkëpunim i vërtetë. Nuk do të ishte për të provuar superioritetin, por për të festuar muzikën si një gjuhë universale. Kur ua tregoi Lulietës dhe Izabelës, të dyja u emocionuan dhe u shqetësuan njëkohësisht. Do të jetë publike, paralajmëroi Lulieta. Ekspozim edhe më i madh. Je i sigurt? Kur nuk kam qenë kaq i sigurt për asgjë, u përgjigj Ardiani. Provat për festivalin u bën një përvojë transformuese. Ardiani e gjeti veten duke luajtur pranë një kitaristi rruge që kur nuk kishte marrë mësim formal, por kishte një ndjenjë që konservatorët nuk e mësojnë. Pranë një këngëtare sambe që u rrit në një lagje të varfër, por kishte një zë që bënte engjëj të qanin. Pranë një perkusionisti adoleshent që kishte mësuar ritmin para se të mësonte të fliste. Dhe Izabela, sigurisht. Vajza u integrua në grup me një lehtësi natyrale, rinia dhe talenti i saj duke thyer çdo tension fillestar. Ajo luante violoncel në duet me Ardianin, por gjithashtu mësoi të improvizonte me muzikant popullor, duke përzier Bachun me sambën, Chopinin me muzikën e lehtë shqiptare. Gjatë një prove veçanërisht magjike, kur i gjithë grupi luante një kompozim kolektiv që përziente të gjitha stilet, Lulieta shikonte nga prapaskena me lot në sy. Aty ishte gjithçka që kishte ëndërruar gjithmonë, muzikë e vërtet, pa bariera, pa hierarki, vetëm bukuri e përbashkët. Ardiani e vuri re emocionin e saj dhe, gjatë një pauze, ju afrua. Për çfarë po mendon? Se po shoh ëndrrën time të realizuar. Jo në mënyrën që e imagjinoja, jo përmes meje, por në një formë edhe më të bukur. Përmes teje, Izabelës, gjithë këtyre muzikantëve të mrekullueshëm që bota përpiqet t'i mbajë të ndarë. Ai i kapi dorën. Kam diçka për të kërkuar. Dhe dua ta bëj tani, këtu, i rrethuar nga këta njerëz që përfaqësojnë gjithçka që jemi bërë bashkë. Ardiani u gjunjëzua aty, në skenën e pluhurosur të sallës së koncerteve ku bënin prova, me muzikantët që ndaluan së luajturi dhe shikonin të habitur. Lulieta Malaj, ti më mësove se talenti nuk zgjedh diep, se dinjiteti nuk vjen nga llogaria bankare, se dashuria e vërtet nuk respekton hierarkitë shoqërore. Më mësove të jem njeri i vërtet, jo vetëm një muzikant performues. A do të martohesh me mua? Vërtet këtë herë, jo për një bas budalla, por sepse nuk mund ta imagjinoj jetën pa ty. Lulieta mbeti pa fjalë. Muzikantët përreth mbanin frymën. Izabela, në anën tjetër të skenës, buzëqeshte rrezatuese. Më në fund, Lulieta gjeti zërin. Po. 1000 herë po. Grupi shpërtheu në duartrokitje dhe thirrje festive. Dikush mori një kitar dhe filloi të luante një muzikë të gëzueshme. Të tjerë ju bashkuan. Improvizuan një fest aty, prova u harrua, vetëm gëzim i pastër i të dëshmuarit të dashurisë së vërtetë. Lajmi i fejesës u përhap shpejt. Reagimet ishin, siç pritej, të përziera. Një pjesë e elitës u skandalizua edhe më shumë. Por çuditërisht, shumë të tjerë, ndoshta të frymëzuar nga guximi i çiftit ose thjesht të lodhur nga ngurtësia shoqërore, filluan të mbështesnin publikisht. Një rubrikë sociale me ndikim, e shkruar nga një gazetar i njohur për thyrjen e konvencioneve, publikoi një artikull duke mbrojtur çiftin. Të famshëm të rinj, më pak të lidhur me traditat e vjetra, shprehen mbështetje në rrjetet sociale. Dhe më befasuesja, njerëzit e zakonshëm, që kur nuk do të frekuentonin të njëjtat qarqe si Ardiani, identifikoheshin me historinë e dashurisë që sfidonte barrierat. Festivali u mbajt në një natë të ngrohtë marsi, në sheshin Skënderbej, zemra e Tiranës. Organizatorët prisnin 1000 njerëz. U shfaqën 5000. Zun çdo hapësirë të disponueshme, të ulur në tokë, në këmbë, disa duke parë nga larg, të gjithë të bashkuar nga muzika. Ardiani u ngjit në sken jo me smokingun e patëmet që vishte në koncertet formale, por me rroba të thjeshta dhe të rehatshme. Izabela pranë tij, po aq e veshur pa pretendime. Dhe rreth tyre, gjithë ajo përzierje e pamundur muzikantësh nga prejardhje aq të ndryshme sa ishte e mundur. Mirë mbrëma, Tiranë, tha Ardiani në mikrofon, zëri duke u përhapur në shesh. Sot nuk vi si solist, si yll, si gjeniu që gjithmonë më kanë thënë se jam. Vi si nxënës. Kam mësuar muajt e fundit se muzika nuk i përket askujt. Nuk është pronë e elitës, nuk është ekskluzivitet i konservatorëve, nuk është privilegj i lindjes. Muzika është e të gjithëve.
Dhe sot do ta provojmë këtë. Filluan me kompozimin kolektiv që kishin krijuar në prova. Nuk kishte emër formal, thjesht e kishin quajtur takimi i botëve. Ishte e pamundur, teknikisht. Përzjente klasikën me populloren, eruditën me të improvizuaren, strukturën formale me lirinë e rrugës. Dhe funksiononte mrekullisht. Ardiani dhe Izabela luanin violonçelet në harmoni të përsosur, duke biseduar përmes instrumenteve siç do të bisedonin nëna dhe bija me fjalë. Rreth tyre, kitarat, perkusioni, zërat, gjithçka ndërthurej në një tapiceri zanore që ishte e re, por edhe thellësisht familjare. Turma shikonte e hipnotizuar. Disa qanin hapur. Të tjerë kërcenin aty ku ishin. Fëmijët ngjiteshin në supet e prindërve për të parë më mirë. Adoleshentët regjistronin në celular duke e ndarë momentin në kohë reale me botën. Mes publikut, pa e ditur Ardiani, ishte Melisa. Kishte ardhur e vendosur të urrente gjithçka, të konfirmonte se ajo ishte një farsë, një degradim i artit të vërtetë. Por ndërsa muzika mbushte natën, diçka brenda saj filloi të çahej. Shite Ardianin duke luajtur me një gëzim që kur nuk e kishte treguar në prezantimet formale. Shite Izabelën, fëmijën që ishte përpjekur ta përdorte si armë, duke shkëlqyer me një talent të vërtetë dhe të pafajshëm. Shite Luljetën në prapasken, rrezatuese nga krenaria, jo për statusin apo parat, por për dashurinë e pastër. Dhe Melisa e kuptoi me një qartësi të dhimbshme se kishte kaluar gjithë jetën duke ndjekur një version të lumturisë që kur nuk kishte qenë real. Kishte ngatëruar zotërimin me dashurinë, statusin me vlerën, pamjen me thelbin. Dhe tani, duke dëshmuar lumturinë e vërtetë, të gjitha maskat e saj binin, duke zbuluar zbrazëtinë që kishte qenë gjithmonë aty. Kur koncerti mbaroi me një ovacion që zgjati 15 minuta, Melisa u largua në heshtje, e padukshme në turm, duke mbajtur peshën e zbulimeve që do t'i duhej shumë kohë për t'i përpunuar. Pas prezantimit, pati një festë të improvizuar në vetë sheshin. U shfaqën furgon ushqimi, dikush solli altoparlant, muzikantët vazhduan të luanin në mënyrë jo formale. Ishte një festë jo vetëm e muzikës, por e thyrjes së barrierave, e mundësive, e dashurisë që mposht paragjykimin. Ardiani e gjeti Luljetën mes turmës, e tërhoqi në një përqafim të ngushtë. Ja dolëm, pëshpëriti ai. Vërtet ja dolëm. Ka ende një rrugë të gjatë, u përgjigj ajo pragmatikisht. Por kemi bërë një hap të parë të rëndësishëm. Izabela i u bashkua përqafimit, një figurë e vogël mes dy të rriturve, ngjitësi që i mbante të bashkuar. A mund të bëj një rrëfim? Pyeti vajza. Kur luajta në atë festë muaj më parë, e dija saktësisht se çfarë po bëja. Pash se si Zoti Ardian e shikonte nënën time kur mendonte se askush nuk e shite. Pash se si ajo e shikonte atë. Dhe mendova, nëse luaj mjaftueshëm mirë, ai do të duhet ta kuptoj se ne jemi të veçanta. Ardiani dhe Luljeta e pan vajzën, të habitur. Ti e planifikove gjithçka? Pyeti Luljeta. Nuk e planifikova, e korrigjoi Izabela. Thjesht i dhash një shtytje të vogël fatit. Pjesën tjetër e bë të vetë. Qeshën së bashku, një tingull i lehtë dhe i lirë në natën tiranase. Javë më vonë, u martuan në një ceremoni të thjeshtë por të bukur. Jo në vilën e Ardianit, por në një kishë të vogël lagjeje ku ishte rritur Luljeta. Të ftuarit ishin një përzierje e pamundur, disa nga miqtë e vjetër të Ardianit që mbetën besnik, shumë nga muzikantët e festivalit, fqinjet e Luljetës, punonësit e vilës që u bën familje e vërtetë. Dhe dhjetëra fëmijë nga projektet komunitare që Izabela i kishte ndihmuar. Maria, kuzhinierja, qau gjatë gjithë ceremonisë. Juliani, koordinatori, shërbeu si kumbar. Dhe Robert Fagu, i cili eventualisht i kishte njohur paragjykimet e veta dhe kishte kërkuar falje, bëri një lexim emocionues për dashurinë që transformon. Melisa nuk ishte e pranishme. Askush nuk priste të ishte. Por ditë më vonë, mbërriti një letër e adresuar Luljetës. E shkurtër, e shkruar me dorë, e ngarkuar me një cenueshmëri që Melisa kur nuk e kishte treguar publikisht. Thoshte vetëm, ti fitove jo sepse ishe më e fortë, por sepse ishe e vërtetë. Kjo më mësoi një mësim që duhej ta mësoja. Faleminderit dhe më fal. Luljeta e lexoi letrën, e palosi me kujdes dhe e ruajti. Jo si trofe, por si një kujtesë se edhe ata që na lëndojnë mbartin betejat e tyre. Jeta pas martesës nuk ishte një përrall pa konflikte. Ende kishte përshtatje, ende kishte momente të vështira, ende kishte njerëz që gjykonin.
por ishim bashk, duke përballuar gjithçka si familje. Ardiani e shiti vilën në blok, shumë e madhe dhe plot kujtime të një jete që nuk e donte më. Blen një shtëpi më të vogël në një lagje të përzier, ku luksi dhe thjeshtësia bashkëjetonin natyrshëm. E transformuan një pjesë të shtëpisë në një studio muzike, të hapur për nxënës nga të gjitha prejardhjet. Izabela vazhdoi të zhvillonte talentin, por tani me mbështetje të strukturuar. Ardiani u bë mentori i saj zyrtar, por edhe nxënës, sepse vajza i mësonte po aq sa mësonte prej tij. Ajo performonte rregullisht, jo në gala ekskluzive, por në shfaqje të aksesueshme, në shkolla, në sheshe, duke e çuar muzikën klasike tek ata që normalisht kur nuk do të kishin akses. Lulieta, më në fund, u kthye të luante profesionalisht. Jo si solistja e famshme që kishte ndërruar në rini, por si një mësuese e përkushtuar dhe instrumentiste në një grup që përziente stile. Zbuloi se ky version i ëndrrës së saj ishte, ndoshta, edhe më shpërblyes se origjinali. Së bashku, të tre u bën një trio muzikore e njohur jo për ekskluzivitetin, por për përfshirjen. Luanin në teatro formale, por edhe në lagje të varfra. Bënin koncerte me pagesë, por edhe shumë falas. Përdornin talentin jo për të ngritur mbi të tjerët, por për të ndërtuar ura. Një pasdite, një vit pas martesës, ishin të tre në dhomën e muzikës së shtëpisë së re. Dielli hynte nga dritaret e hapura, duke sjell tingujt e rrugës, të qeshurat e fëmijëve që luanin, jetën që ndodhte. Ardiani luante piano butësisht. Izabela eksperimentonte me variacione në violonçel. Lulieta, me violinën të mbështetur në sup, improvizonte një melodi që vallëzonte rreth dy të tjerave. Nuk diskutuan se çfarë do të luanin. Nuk ndiqnin partitur. Thjesht bisedonin përmes instrumenteve, një gjuhë që e kishin mësuar së bashku, që i tej kalonte fjalët. Dhe në atë moment, Ardiani kuptoi diçka të thellë. Kishte kaluar gjithë jetën duke ndjekur për sosmërinë teknike, admirimin e audiencës, pavdeksin përmes genialitetit. Por aty, në atë dhomë të thjesht, duke luajtur me gruan që donte dhe vajzën që e kishte adoptuar si të bien, përjetonte diçka pafundësisht më të vlefshme, plotësinë. Muzika që krijonin nuk do të regjistrohej. Nuk do të fitonte çmime. Nuk do të analizohej nga kritikët apo të studiohej në konservator. Por ishte e përsosur në mënyrën e vetme që vërtet kishte rëndësi. Ishte e vërtetë. Kur nota e fundit u shua në ajrin e pasdites, të tre qëndruan në heshtje për një moment, duke shijuar atë që kishin krijuar së bashku. Pastaj Izabela, gjithmonë pragmatike, e theu momentin. Jam e uritur. Kush do pica? Qeshën, magjia muzikore duke u shpërbërë në një përditshmëri të adhurueshme. Ardiani mori telefonin për të porositur. Lulieta shkoi të merrte pjata në kuzhinë. Izabela tashmë po zgjidhte një film për ta parë së bashku. Jetë e thjeshtë. Jetë e zakonshme. Jetë e përsosur në papërsosmërinë e saj. Vite më vonë, kur Izabela ishte tashmë një e rritur dhe muzikante e njohur me të drejtën e saj, gazetarët shpesh e pyesnin për historinë e prindërve të saj. Për mënyrën se si një punonjëse shtëpiake pushtoi një nga burrat më të pasur të Tiranës. Për mënyrën se si theu barrierat shoqërore dhe ndërtoi një jetë të pamundur. Izabela gjithmonë korrigjonte me edukat. Nuk ishte nëna ime që pushtoi Ardianin, thoshte ajo. Ishte e vërteta e saj që zbuloi zbrazëtin tek ai. Dhe nuk ishte Ardiani që shpëtoi nënën time. Ishte guximi i saj që e mësoi atë të ishte i lirë. Ata u takuan në gjysmë të rrugës, të dy duke mbajtur gjysma të paplota dhe ndërtuan diçka të tërë së bashku. Po muzika, pyesnin ata. A ishte ajo që i bashkoi? Izabela buzëqeshte, një buzëqeshje që mbarte mençurinë e dikujt që kishte dëshmuar dashurinë e vërtetë që në fëmijëri. Muzika ishte vetëm gjuha. Ajo që i bashkoi vërtet ishte gatishmëria për të dëgjuar. Ardiani kaloi jetën duke u duar trokitur, por kur duke u dëgjuar vërtet. Nëna ime kaloi jetën e heshtur, por gjithmonë duke pasur diçka për të thënë. Kur më në fund dëgjuan njëri tjetrin, jo si shef dhe punonjëse, jo si i pasur dhe e varfër, por si njerëz të barabartë, ishte e pashmangshme që të binin në dashuri. Dhe ishte e vërtetë. Në thelb, ajo gjithmonë kishte qenë një histori jo për muzikën apo klasën shoqërore apo skandalin romantik. Ishte një histori për të dëgjuarit. Për të parë përtej paraqitjeve. Për të njohur vlerën aty ku shoqëria të mëson ta injorosh.
Ardiani mësoi se genialiteti pa humanizëm është një burg i ardhë. Lulieta mësoi se ëndrat mund të rishfaqen në forma të papritura. Izabela mësoi se dashuria e vërtet ia vlen çdo luftë. Dhe të gjithë ata që dëshmuan udhëtimin e tyre, madje edhe ata që fillimisht rezistuan, mësuan diçka gjithashtu. Se barrierat shoqërore janë konstruksione njerëzore, jo ligje natyrore. Se ato mund të rrëzohen kur guximi takon dashurinë. Se një fund i lumtur nuk do të thotë një jetë pa probleme, por një jetë me njerëzit e duhur pranë për të përballuar problemet së bashku. Në natën kur gjithçka filloi, në atë gala luksoze muaj më parë, Ardiani kishte bërë një premtim si një shaka mizore. As nuk e imagjinonte se ai premtim do të bëhej vendimi më i mirë i jetës së tij. Se një vajzë e vogël që mbante instrumente do t'i zbulonte rrugën drejt lumturisë së vërtetë. Se dashuria do ta gjente atë në vendin e fundit ku priste të kërkonte. Jeta ka një mënyrë interesante për të na mësuar mësimet që duhet t'i mësojmë, përmes njerëzve që kur nuk presim t'i takojmë, në momente që duken të parëndësishme por ndryshojnë gjithçka. Dhe ndonjëherë, vetëm ndonjëherë, kur kemi fatin dhe guximin e mjaftueshëm për të rrezikuar, ato mësime na transformojnë në versione më të mira të vetes sonë. Ardian Basha e mësoi këtë. Lulieta Malaj gjithmonë e kishte ditur. Dhe Izabela, e mençur përtej moshës së saj, i udhëhoqi të dy drejt së vërtetës që muzika gjithmonë ishte përpjekur t'ua mësonte, se harmonia më e bukur vjen nga zëra të ndryshëm që këndojnë së bashku. Dëgjues të dashur, shpresojmë që historia e Ardianit, Lulietës dhe Izabelës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dashurie që sfidoi barrierat shoqërore, me muzikën që bashkoi botë të ndryshme dhe me guximin që transformoi jetë, klikoni butonin pëlqej dhe abonohuni në kanal. Na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë, ishte performanca befasuese e Izabelës, konfrontimi në teatr, deklarata e Ardianit, apo fundi emocionues i festivalit. Mendimi juaj është shumë i rëndësishëm për ne. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi paragjykimet, dashurinë e vërtetë dhe guximin për të ndjekur zemrën kundër të gjitha pritshmërive. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju emocionoj, befasoj dhe prek shpirtin tuaj. Deri atëherë, mos harroni, dashuria e vërtet nuk njeh barriera dhe muzika e jetës është gjithmonë më e bukur kur luhet në harmoni me ata që duam.